Në Pardon My French, me Jonida Aliçkollin dhe Lej Kraja, e ftuar ka qenë Egli Tako, artistja shumë dimensionale dhe ish finalistja e Big Brother VIP 4. Në këtë intervistë ekskluzive, Egli ndau jo vetëm momente nga rrugtimi i saj muzikor dhe përvoja brenda shtëpisë më të famshme, por foli edhe për planet e saj të ardhme dhe pasionet që e kanë shoqëruar prej vitesh. Mes energjisë së saj artistike, një kapitull i rëndësishëm në jetën e Eglit ka qenë gjithmonë edhe aktrimi. Edhe pse publiku e njeh më shumë në botën e këngës, ajo ka studiuar aktrim dhe e ka konsideruar gjatë rikthimin në skenën e kinemas. Po e them për herë të parë, Rafael Egli, jam në bisedime për një projekt kinematografik. Ende nuk ka marrë një vendim final, sepse pres të lexoj skenarin. Ky është hapi i parë për të kuptuar nëse një rol ta flet shpirtin apo jo. Por po, është një ëndër e imja e hershme, edhe pa e artikuluar, unë gjithmonë e kam imagjinuar veten në projekte filmike. Bëm pjesë në formimin tim, në atë që unë dua të jem. Por, a do t'i thoshte po teatrit nëse do të merrte një ftesë? Përgjigjja e Eglit është e menjëhershme. Patjetër që po. Kam qenë pjesë e teatrit, do të rikthehesha me shumë dëshirë. Teatri ka qenë një magji e veçantë. Është i gjallë, i drejt për drejt, të prek realisht, të jep emocion si krejt tjetër. Me këtë energji dhe qartësi në vizion, Egli Tako duket e gatshme të hap kapituj të ri në karrierën e saj artistike, në muzikë, në teatr dhe pse jo së shpejti edhe në kinema.